إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë Allahut. Atë falenderojmë, I kërkojmë ndihmë Allahut të na ruajë nga e keqja e vetvetes sonë dhe punëve tona, atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kusht ta humb, e atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kusht ta udhëzoj tjetër veç Tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Allahu azza wa jall thot në Kur'anin në librin e Tij: O ju që keni besuar, jeni të devotshëm ndaj Zotit me një devotshmëri të vërtetë, e mos vdisni vetëm si musliman. Pastaj përsëri thot: O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, I cili u krijoi nga një palë vetme, pastaj prej saj krijoi palën tjetër, e nga ata të dy më vonë erdhën shumë burra dhe gra. Keni frikë Zotin tuaj me emrin e të cilët përbetoheni, ruajeni farefisin, se Allahu është mbi ju mbikëqyrës. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta, që Allah t'u rregulloj punët tuaja, t'u fal gabimet, gjunahet tuaja. Kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Allahut, ka fituar me një fitore mjaft të madhe. E me te, fjalët më të mira janë fjalët e Allahut në Kur'an. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjërat më të këqija janë shpikjet në fe, sepse çdo shpikje të çon në devijim, e çdo devijim të çon në dënimin e Allahut. Allahu na rrit. Në këto ditë e Ramazanit, vëllezër, këto ditë begata, ku besimtarët përpiqen të punojnë veprat e mira sa më shumë edhe të largohen nga veprat e këqija, do të ndalemi me një temë të rëndësishme që ta përforcojmë akoma më shumë të çështje. Prandaj do kemi vendosur që tema e kësaj xumaje të jetë si të veprosh do të shpërblehesh. Çfarë punosh, atë do t'jap Allahu azza wa jall. Si të sillesh në këtë dynja si besimtar apo si jo besimtar, si vepër mirë apo si keqbërës, si njeri I bindur I përkushtuar në fe apo si gjunaqtar, atë do të meritosh dhe atë do t'japi Allahu azza wa jall. Allahu thot në librin e Tij: Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, I cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që mund të ruheni kështu nga të këqijat. O musliman, dijeni se Allahu në krijimin dhe në universin e Tij ka vendosur ligje të prera, të cilat as nuk ndryshojnë e as nuk zëvendësohen. Prej ligjeve perfekte të Tij është dhe ligji se çdo far jep frut, çdo punë ka vlerësim, çdo kush do të korrë atë që mbjell, dhe ato lloj pune që bën gjashëm me të marrësh dhe shpërblimin. Një njeri I rregullt në mendje dhe që kupton qartë nuk mund të presë fryte
të një bime pa hedhur në parë faren dhe nuk pret të korrë diçka tjetër veç asaj që ka mbjell. Në librin e Allahut dhe në sunnetin e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, në ajete të qarta dhe në hadithe të sakta tregohet shpërblimi i vepërmirëve dhe përfundimi i të ligëve. Të mirët do ta gjejnë shpërblimin e kënaqshëm, ashtu siç i kishin veprat e tyre të mira, ndërsa të ligët do ta gjejnë përfundimin të kopshëm për shkak të ligësive që kanë punuar më parë. Këto që tham janë parashtruar nga Allahu Azza wa Jall me qëllim që të inkurajoj e të nxjisë robërit e tij të bëjnë sa më shumë punë të mira, dhe nga ana tjetër ai kërcënon robërit e tij që të mos veprojnë ligësi, gjithashtu ua bën të qartë atyre dhe ua tregon shëmtinë e së keqes. Allahu thot: "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" A ka shpërblim tjetër për të mirën vetë se të mirës? Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa." Kushdo që i kthen shpinën këshillës sime do të kaloj jetë të mjeruar, dhe ditën e kiametit ne do ta ngjallim atë të verbër. Ai do të thotë: "O Zoti im, përse më ngjallet të verbër kur unë shikoja më parë?" Allahu do t'i thotë: "Kështu ty të erdhën faktet tona e ti shpërfille. Po kështu sot do t'jesh i harruar." Gjithashtu thot Zoti ynë në librin e tij fisnik: "Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adhaban fawqa al-adhab bima kanu yufsidun." Atyre që mohojnë dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut, ne do t'u ashtojmë dënim mbi dënim, sepse ata kanë bërë nga tërresa. Njeriu o besimtar, këtë lloj përfundimi të veprës së tij e gjen domosdo ditën që do të dalë para krijuesit madhështor. Por jo vetëm. Ai këtë përfundim për llojin e punëve të cilat merret ka për ta gjetur edhe në këtë jetë, sepse ato janë frytet e punës dhe përpjekjeve të tij në të. Kush i ruhet Allahut dhe e mban besën e dhënë para tij, Allahu e ruan atë dhe përmbush premtimin e dhënë ndaj tij, ndërsa ai i cili nuk kujdeset, Allahu e lë të humbur dhe i jep atij atë që meriton. Kush bën punë të mira ka për të marrë shpërblim të mirë nga Allahu, ndërsa ai i cili punon ligësi do të gjejë ndëshkimin që meriton ligësia. "Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid." Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robërve të tij. Gjithashtu thot Allahu: "Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum." Përmbushni premtimin që më keni dhënë, që edhe unë t'ua përmbush premtimin që ju kam bërë për t'ju futur në xhennet. Gjithashtu thot Allahu: "O me yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur." Ai që bën vepër të mirë, ne do t'ia shpëtojmë shpërblimin. Allahu me të vërtetë është falës dhe mirënjohës. Wa qala jalla wa ala: "Wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Dijeni se çfarë do fatkesie që ju godet është si pasojë e asaj që keni bërë vetë me duart tuaja. Por dijeni gjithashtu se Allahu fal shumë. Allahu është i mëshirshëm me robërit e tij. Ai dëshiron që ata të veprojnë mirë vazhdimisht. Prandaj sa herë që një rob shton një vepër të mirë, Allahu e shton afërsinë me këtë rob. Sa herë që një rob e përmend Allahun me gjuhë apo me vepra, Allahu që nuk ka nevojë për asgjë e përmend këtë rob. Në hadithin kutsi, Allahu thot: "Unë jam aty ku robi im mendon për mua. E unë jam me të kur ai më përmend. Nëse më përmend në veten e tij, dhe unë e përmend atë në veten time. Nëse më përmend në prezencë të njerëzve, atëherë unë e përmend atë në një audiencë akoma më të mirë. Nëse ai më afrohet një pëllamp, unë i afrohem një parakrah. Nëse ai afrohet një parakrah,
unë i afrohem një pash, nëse vjen tek mua duke ecur, unë shkoj tek ai duke nxituar. Allahu është i drejtë me robërit e tij. Ai nuk i bën padrejtësi askujt, as të mirit, as të keqit. Allahu e shpërblen jo besimtarin për të mirat që bën me të mira të kësaj jete, edhe jo besimtarin, nëse bën të mirë, Allahu nuk ja çon dëm, ja kompenson në këtë dynja. Ama në botën tjetër, shpërblimin për veprat e mira, Allahu Azza wa Jall ka vendosur që t'i jap vetëm besimtarëve të sinqertë. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ka thënë, jo besimtari kur vepron një të mirë prej kësaj të mire, atëherë ushqet nga ana e Allahut me diçka të mirë të kësaj jete, ndërsa besimtarit Allahu ja depoziton veprat e mira për në botën tjetër dhe njëkohësisht i mundson që gjatë kësaj jete që ai është në bindje te Allahut ta ketë rrezikun e tij të mirë. O musliman, ky ligj hyjnor perfekt, që shpërblimi vjen sipas llojit të punës, vërtetohet edhe në këtë dynja mes njerëzve dhe marrëdhëniet e tyre me njëri tjetrin. Imam Muslimi ka paraqitur në Sahihun e tij nga Ibn Umar se i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: kush angazhohet të përmbush nevojat, hallet e vëllait të tij, Allahu është i angazhuar të përmbush nevojat e këtij personi. Kush i largon një muslimani një breng, atij Allahu i largon një breng nga brengat e ditës së Kiametit. Kush mbulon një tmet të muslimanit, atë mbulon Allahu në ditën e gjykimit. Ja mbulon Allahu tmetat e tij në ditën e gjykimit. Imam Ahmed ka shënuar nga Ebi Darda se i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: kush mbron derin e vëllait të vet, Allahu atij i mbron fytyrën nga zjarri ditën e Kiametit. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam: o Allah, cili do që merr një post mbi umetin tim dhe pastaj i rëndon njerëzit, ktheja me të rënd atij. Dhe cili do që merr një post mbi umetin tim, pastaj u lehtëson njerëzve, atëherë jepi atij lehtësim. Imam Ahmedi tregon se një person i tha Muawijes radhiyallahu anhu një ditë se kam dëgjuar të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wasallam të thotë: çdo prijes i cili mbyll derën e nevojtarit, të dobtit e të varfrit, Allahu ja mbyll dyert e qiellit për nevojat, dobësinë dhe varfërinë e tij. Pra shohim vëllezër musliman se Allahu Azza wa Jall ja jep shpërblimin që në këtë botë, cili do, atij që është i thjesht, atij që është pak më ndryshe, që është edhe me pozit, askush nuk shpëton pa i marrë atë që meriton që në këtë botë. Gjithashtu thot profeti jon Muhammed, Allahu i ndërshkon po në këtë jetë ata që torturojnë njerëzit, Allahu na ruaj. Gjithashtu thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për çdo ditë, pra imagjinoni, dhe ato që japin nga pasuria e tyre, që duket sikur po e harxojnë dhe po i mbaron, dhe që nuk do t'ja kompensoj dikush tu. Thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, për çdo ditë që njerëzit ngrihen në mëngjes, zbresin dy melajke prej melajkeve të Allahut Azza wa Jall. Njëri prej tyre thot: o Allah, kompensoja atij që jep. Ai që shpenzon, që jep të varfërve, nevojtarve, të afërmve, atyre që kanë nevojë, thot i e kompensoja. Ndërsa tjetri thot: o Allah, shtrëngoja, mbaja dhe atij që mban jepi asgjësim. Pra, ai që është kurnac, dorë shtrënguar, që nuk ndihmon, nuk jep për hir të Allahut Azza wa Jall, thot jepi asgjësim. Allahu na ruaj. Imam Ahmedi transmeton se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: o ju njerëz që keni besuar me gjuhë. Pra, thoni me gjuhë që besojmë. E akoma besimi nuk ka hyrë në zemrat tuaja. Mos i përgojoni muslimanët. Mos u mundoni të zbuloni të metat dhe të fshetat e tyre, sepse ai që mundohet të zbulojë të metat e tyre, Allahu do t'ja zbulojë të metat e tij, qoftë edhe brenda, dhe do ta turpërojë qoftë edhe brenda shtëpisë tij, duke qenë ai brenda shtëpisë tij. Pa shikoni se si Allahu Azza wa Jall dhe për këto gjëra që duken të vogla tek sytë e njerëzve, Allahu ja jep
njeriu atë që punon, po në këtë botë Allahu na rrit. Disa nga të parët tanë kanë thënë, unë jam shoqëruar me disa njerëz që nuk kishin të meta. Mirë po, ata u morën me të metat e tjerëve, kështu që u gjetën dhe të metat e tyre. Gjithashtu kam takuar njerëz që kishin të meta, mirë po heshtën ndaj të metatve të njerëzve, kështu që u harruan të metat e tyre, pra sikur nuk i përmendi askush për keq. Një ditë Xhibraili alayhis salam erdhi tek profeti Muhammed dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, kjo që po vjen është Khatixha. Me vete ka një enë ku mban gjellë ushqim dhe ujë. Kur të vi tek ti, jepi selam prej Zotit të saj dhe prej meje. Dhe përgëzoje me një shtëpi në xhennet e ndërtuar me perla, në të cilën nuk ka zhurmë e nuk ka lodhje." Një nga dietarët e Islamit thot që në këtë hadith, si shpërblim për Khatixhen, paraqitet një shtëpi në të cilën nuk ka zhurmë e nuk ka lodhje. Kjo sepse kur të dërguarit profetit ton Muhammed alayhi salatu wassalam i erdhi shpallja, i erdhi feja Allahut azza wa jall, kjo grua fisnike, bashortja e tij Khatixha, ju përgjigj pas një hezitim. Nuk ngriti kur zëmbi të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nuk e bezdisi as pak dhe madje nuk e diskutoi fare të çështje. Por jo vetëm kaq, por ja hoqi tër lodhjen, tër mundimin, tër shqetësimin për profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ju bë krah, o krahu më i fuqishëm i tij në çdo moment. Kështu që i përshtatej Khatixhës radhiyallahu anha ky lloj shpërblimi nga Allahu azza wa jall. O musliman, keni frikë Allahun dhe të punoni vepra të mira, sepse keni për t'ia parë hajrin, mirësinë, veprave të mira në këtë dynja, në këtë jetë, por edhe në jetën tjetër. Keni për të pas zemër të qetë, të kënaqur, do fitoni respekt dhe dashuri për njerëzve, fjalë të mira prej tyre dhe dua dhe lutje për ju. Gjithashtu do të korrni frytet e punëve të mira në ahiret, në botën tjetër. Do të fitoni sa më shumë shpërblime edhe sevape nga Allahu azza wa jall. Sikurse dëshironi të jetë Allahu për ju, jini. Sepse kush i drejtohet Allahut tërësisht dhe Allahu i drejtohet atij tërësisht, e kush largohet nga Allahu tërësisht dhe Allahu largohet prej tij tërësisht. E kush është me Allahun herë dhe Allahu me të është herë. Kush mundohet ta shijojë këtë jetë me atë që Allahu e ka ndaluar dhe e ka bërë haram, do të ndërshkohet me të kundërtën e synimit të tij, sepse ajo që është e Allahut fitohet vetëm në rrugë që i ka ligjëruar Allahu azza wa jall. Allahu kur se ka bërë veprën shkak për të fituar mirësi, kur kundërshtohen urdhëresat e tij Allahut azza wa jall. Allahu thot në librin e tij: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do t'i mundsojmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave të mira që ka bërë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall. Përfundimi i mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm, për njerëzit e mirë. Nuk duhet kemi armiqësi vetëm ndaj atyre të cilët janë zullumqar, pra zullumqar ndaj Allahut azza wa jall dhe zullumqar ndaj robërve të Allahut azza wa jall. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër veç Allahut azza wa jall dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Vëllezër besimtarë, u porosis ju dhe veten time të jemi të përkushtuar dhe të devotshëm ndaj Allahut, ndaj Zotit ton. Ti bindemi atij gjithmonë e kur mos ta kundërshtojmë. Ta falenderojmë atë vazhdimisht
e kur mos ta mohojmë. Allahu thot në Kur'an: "O men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i përkushtohet Allahut Azza wa Jall, Allahu do t'i jap atij rrugëzgjidhje. Besimtar, jeta është një shkollë e madhe. Në të njeriu merr mësime të shumta dhe ai aty përballet me sfida dhe probleme të ndryshme. Kështu që ai hyn në provim ditë mas dite, pra ngjarje pas ngjarjeje. Ai që është i mençur, ai që është i zgjuar, ai duhet veprojë siç vepron ai nxënësi i mirë, nxënësi i zellshëm, i cili përfiton nga mësimet e tij dhe i cili i kalon provimet e tij me rezultate të mira. Gjithashtu ai arrin në nivele të larta, ndërsa i koti ignoranti, ai nuk përfiton nga asgjë nga jeta e tij, nga mësimet në të. Pra duhet besimtari sa më shumë vepra të mira të mbledh në këtë jetë që është shumë e shkurtër. Edhe ti distancohet të largohet sa më shumë nga veprat të këqija të shëmtuara që i ndalon Allahu Azza wa Jall. Sepse e para shpërblimi për to është i madh si në këtë jetë edhe në jetën tjetër, ndërsa për veprat të këqija barra është e rëndë si në këtë botë edhe në botën tjetër. Elusim Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, me atributet e tij të larta, që na bëj prej vepër mirëve, të na mundsoj që të vdesim si vepër mirë dhe të na ringjall në ditën e gjykimit me vepër mirët. Elusim Allahun Azza wa Jall na i fali gjunahet, gabimet tona, t'i fali prindërit tan, t'i fali vëllezërit, motrat, gratë, afërmit tan. Elusim Allahun Azza wa Jall që t'i fali muslimanët kudo që janë. Elusim Allahun Azza wa Jall të na ndihmojë në këtë botë, t'i ndihmojë muslimanët kudo që janë, ti te kaloj vështirësitë e tyre, sprovat e tyre. Elusim Allahun Azza wa Jall na mundsoj veprat e mira në këtë botë, na bëj prej banorëve të xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhenemit.